Televizja vetëvendosje dhe të shumica partive kom shku liderin e kom votu gjithsesi. Albin Kurtin. Pra kjo është... E preka... Unë qysh kom përzgjedh këto 10 që kryesisht kom shku me njerëz të ri, po televizja vetëvendosje kom zgjedh ma shumë frymën liberale, jo polarizuese, të cilën e ka ndjek lëvizja vetëvendosje për 5 vjet, e që kemi qenë tonë kundër saj, kësaj tash sfundi dhe lëvizja vetëvendosje është kthy aty, domethënë emra të cilë nuk kanë qenë në atë frymë. Hajrullah Qeku, nënshi. Nënt. Ardian Gola, 28. Ilir Kërqeli, 68. Sigurisht kom përfshi dhe emnat të ri, me që ne jem gazetar, unë menoj që gazetarët në politik janë tregohen mërin me u bo politikan të mirë, që sepse në profesionin e tyne i kontribojnë shoqënisë, merren me problemet shoqënisë vazhdimisht, e mas ne janë shumë koshient kur të hynë në politikë në vendimarrje. E ki fjallën për? Blerim Gashin. Blerim Gashi është në numër? 72. 72. E Viktorin? Edhe Viktori, numër 78. Sigurisht, edhe 4 ke? Kom përzgjedh edhe djalin e Ukshin Hotit, Andin Hotin, numër 11. 11. Pra në atë frymën e liberale që thash ma herët e Jup Macedonci, numër 16. Numër 16. Një figure i jashtëzakonshme, një njeri, një patriot i jashtëzakonshëm, e Jup Macedonci. Arbër Regja, bashkëpunus me gazetar, me media. Arbri është në numër 34. Nëse kisha votu për VV-n, e që nuk e përjashtoj, 34 e kisha votu me 2 durë. Edhe... Që kaq? Nuk e përjashtoj. Kanë ku me bina. Edhe son kanë let? Edhe një? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Edhe që kemi fillu me Albin Kurtin, po e mbyllim me Sali Zybën. Zgjeri interesante Sali Zyba. A e dim pse? Pse? Një figurë që mund të ketë çfarë do, po e them projekcioni për të, është një njeri i cili punon shumë për këtë vend. E vërtet. Kaq. Jo rastisht e zgjedha, e kam zgjedhë, do thotë mesin. Këta tjerë, ta 109 tjerë që bujnë. Është një njeri që punon jashtë Ka ta po shërën pa lidhë, të nezë. Unë po vazhdoj me tonë kujdes numrin 57 në Nisma, këshërja. Ta që ka open profilin në Instagram, ajo e këshyrë. Lutëm, tek PDK-ja. Te opozita, si kur të kisha... Menoj që opozita, sepse në pozit vazhdojnë me qenë lëvizja vetëvendosje, pavarësisht që është po e shujmë pa legitimitet qytetar në këto mujt e fundit, po ajo e mban pozitën, merr vendime, kështu që është në pozit. Praktikisht është në pozit, e partit tjera janë në opozit. Te opozita, kom zgjedh, kryesisht, si kur të kisha votu në ndonjënën prej partive opozitare, kisha zgjedh emra të ri kryesisht, për arsye sepse opozitës, me që s'kam ri me pas rezultatet mira që me rëzu lëvizjen vetëvendosje nga pushteti, sigurisht që duhet me i fresku radhët e tyne, me emra të ri, po që janë emra që i sjellin një energji të re opozitës. Të PDK-ja, tash sigurisht e kom kombinu, ka edhe emra që janë politikan veteran, po Bedri Hamzën, pa tjetër. Uran Ismaili për arsye sepse ka tregu një rezultat jashtëzakonshëm. Performancën, po... PDK-ja është rritë në Prishtinë, vit po merret model Fatmir Limaj, kur ka qenë që ka hyrë në balotazh, po s'ka pas asnjëherë në rritje më të madhe se sa me Uranin. Vlora Qitaku, një veterane e PDK-s, po e quaj kështu, pavarësisht që me mosh nuk është, po ka shërbyer në institucione të rëndësishme, duke përfaqësuar Kosovën edhe jashtë vendit, madje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe këtu ka qenë disa herë ministre.
pastaj të të rritë që thash, Arben Mustafën, një kuadër që ekonomist që i duhet jo vetëm PDK-s, i duhet Kuvendit Kosovës edhe institucioneve publike të Kosovës. Menoj që në zgjedhjet e kaluara nuk kam rri për pak me qenë deputet, po menoj që kësaj here ka me mri edhe i kanë dhënë hapësirë pra emrave të ri në PDK. Merit për këtë sigurisht ka Bedri Hamza, po mu më kalon për shtypje edhe veprimi i Abelar Tahirit, i shefit grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili është për disa mandate deputet, ka pas pozicionet ministrit, po ka vendos me lëshu vend nga pjesa parë e listës dhe me u rendit i fundit. Sigurisht edhe Abelardin kisha me votu, pra Abelardin numër 110. Një ish ministër, është i PDK-s, pra nga Prizreni, që vjen një prej rajoneve që PDK-ja tashmo për 2 mandate e ka e qeverisë atë rajon, ka pas edhe në kalumen, pra është Kujtim Gashi. Numri 10. Përparim Gruda, një prej kuadrave të reja 15. që përfaqëson jo vetëm PDK-n, po menoj ka qenë politikani më aktiv në Kuvendin e Kosovës dhe në jetën publike kohëve të fundit dhe kompetent për fushën për cilën ai angazhohet. E Abelardin pse? Se për këta jep arsyetim për Abelardin ju. Abelardin thash që për veprimin, po sigurisht edhe ka qenë ballë betejës me opozitën si shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, shumica e ligjeve kundërkushtetuese, antikushtetuese që kanë qenë nga ana lëvizjes vetëvendosje në gjykatë kushtetuese me ekipin e tij bashkë dhe sigurisht edhe me partitë tjera opozitare, kësaj betejë i ka pri Abelardi dhe jo rastisht ka qenë ndër më atakumit prej anës prej pushtetit, prej anës lëvizjes vetëvendosje, siç kanë qenë të partitë tjera, po supozojmë Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami dhe të tjerë. Pra, ata që kanë sfiduar më shumë të pushtetin kanë qenë edhe më atakumit. Shtati ke zgjedh. Deri më tash. Përparim Grudën e thash, Besjan Musmuratin, sepse jo rastisht tash po shkojmë me emra të ri, ka qenë drejtoreshe e arsimit në komunë të Prishtinës, një kuadër i ri i PDK-s, po me përgatitje akademike dhe me angazhim qytetar. Prap po shkojmë me një emër të ri, ndoshta nuk është shumë i njohur, po për mua po, është Arben Gega, me numër 68. Arbenin e një personalisht që prej kohës së studimeve, është një inxhinier, i cili edhe në atë kohë ka qenë një angazhum, një punëtor i jashtëzakonshëm, një menaxher e sfundi edhe një sipërmarrës i rëndësishëm, vjen nga Suhareka. Partia Demokratike e Kosovës nuk është në pozicion të mirë në Suharek, pavarësisht që nga Suhareka vjen edhe njëri prej figurave më të rëndësishme të PDK-s, siç është Enver Hoxhaj. Enver Hoxhaj. Jo, nuk e kam listë, Enver Hoxhaj mendoj që bëhet deputet, po thash mendova. Do t'ju jap hapësirë njerëzve të ri sikur të votoja për PDK-n, mendoj se sikur qytetarët ose votuesit e PDK-s do të zgjidhnin në veçantë atë Suharekës Arben Gegën, mendoj që do të fuqizohej, do të rritej PDK në atë komunë. Është edhe Gazmend Maliçaj, numër 31, një mjek, një punëtor i sektorit shëndetësor, pra është sektori më i ndihshëm. Edhe u kry. U kry sa i përket PDK-s. Po. Ta shkojmë te LDK. Te LDK-ja. Dhe te LDK-ja sikurse te partitë tjera, domthonë kryetarin e kam zgjedh. Lumir Avdigjikun. Hikmet Bajramin ka qenë në ballë betejës opozitare, një gru e cila nuk është ndalë asnjëherë duke e sfidu këtë qeverisje, menoj edhe në shumicën e herave në mënyrë të argumentume, do alsa kica në gjashën. Kuvendit Kosovës menoj që i duhet Lutfi Aziri. 5.
Pra, kur jemi të emrat e ri, është një emër i ri, që se LDK-ja kësaj here ka marrë edhe disa kuadrë të ri profesionale, është një akademike në fushën e saj, një person i kulturës, soprano, është Adelina Thaçi. Adelina Thaçi Meta, një figurë e jashtëzakonshme. Ylli, kur tha i vetmi person që përfaqëson Klinën, përmeni Deskun. Deskun. Jo si i vetmi, po si Deskun, unë nuk e kam në listë, nuk e njeh, është po i besoj Yllit, po prej Klinës vjen edhe Shqipe Pantina. Po, dakord. Një